lirisë dhe demokracisë, cilat janë të shkruara shumë mirë në dokumentet statutare të lidhjes demokratike. Dhe mjafton që vetëm ato të respektohen. Janë gjëra shumë të thjeshta. A ka dikush tjetër nga LDK që synon Kreun? Se e dim që edhe zoti Hoti kishte kërkuar ndryshim leadershipi më herët. Nuk e di, gjërat do të vinë me kohë. Duke u shoshitur. Gjërat do të vinë me kohë, por një gjë që mund të zotohen publikisht është që për aq kohë sa jam në lidhjen demokratike të Kosovës, aty do ta shpreh qëndrimin tim dhe zërin tim gjithmonë vetëm në mbrojtje të lirisë dhe demokracisë. Mua nuk më intereson a vendos dikush një pozitë ministrore. Por duhet ju e qartë, po duhet ju interesoj nëse dëmtohet partia në këtë moment kur nëse ky debat edhe këto akuza edhe kjo gjuhë zoti Murtezaj mund ta dëmtojë subjektin tuaj politik, edhe kjo duhet ju interesoj edhe juve. Se ju duke dashur të bëni mirë, ndoshta me nënvetdije, jeni duke dëmtuar subjektin tuaj politik. Jo. Ndoshta po e quaj kështu, po e hedh si një lloj dileme. Jo, ka kësi, faleminderit shumë, ka kësi pikpamje, megjithatë dëmtimi vjen kur dëmtohet demokracia. Kur dëmtohet Kosova. Demokratike. A ka mbështetje zoti Murtezaj brenda LDK-s në këtë aspekt? Po? Nuk i duhet askujt asgjë dhe faktet janë tani më kokforta. Nuk thirren mbledhjet e kryesisë, nuk thirren mbledhjet e Këshillit të Përgjithshëm. E qartë, po Murtezaj kjo qeveria kalimtare e tranzicionit edhe ose sido që e ka quajtur, edhe ky 15 pikë që i nesëm që duhet dalë, lidhur me këtë. Nuk di, unë s'kam asnjë informacion se. Po s'kemi as nesër, se kemi lexuar, po kjo si qeveri e tranzicionit kjo të zhdukur ide kot? Po ne nuk mund ta përmbysim rendin demokratik në Kosovë. Partitë nëse arrin gjuhë të përbashkët kanë të drejtë të bëjnë çfarë do lloj koalicioni. Por duhet shembull nëse varet nga vota juaj, a do duhet bashkëqeverisë në LDK-ja me vetëndosjen? Kjo është çështje shumë hipotetike. Po, është shumë hipotetike, por është edhe shumë e thjeshtë dhe konkrete njëkohësisht. Por për këtë duhet të kujdesen më herët të fortit e partisë politike në mënyrë që mos të futen shumë thellë. Mor ata të fortit i pyesun çdo ditë ata po thonë jo. Ata po thonë jo. Dhe jo do të mbetet. Zëri im është zër shumë periferik. Po e qartë, po unë po ju pyes, po që se varet nga ju. Po që se varet nga ju. Në vendimare, po kjo nuk do të thotë që mos të flas. Jo, absolutisht jo. Por prandaj jeni duke folur. Ka funksionuar Victor Hugo dhe Voltaire dhe Emil Zola në kushte shumë më të vështira se në kohën e sotme. Unë motivohem nga ata, nuk motivohem nga autokrat. Kush është autokrat? As nuk kanë frikë nga autokratet, as mentaliteti despotik. As përjashtues. I kam kaluar ato bashkë me Halil Matoshin dhe me popullin e Kosovës në vitet 90-ta. Këto epitete po ja mveshni zotit Abdixhiku? Kush do të qoftë, janë postulate madhore për njerëzimin, kujt i bie taman me shnet i bajt. Murtezaj, të falenderoj shumë që ishe direkt me neve. Shumë faleminderit nga sheshja dhe Mjashari në Skënderaj. Të fala gjithë Skënderajt. Gjithë të mira. Komunës që e kam shumë për qefi. Faleminderit shumë. Më ishim bashkë me Valon Murtezajn. Ky është shëndrimi i tij. Interesante pas një diskutim. Apo jo Matoshi? Teksa ti nënvizoj pak edhe këto pyetjet e shikuesve. Tu më thanë edhe kolegët e mi, edhe Taulanti, edhe Gashi, edhe Kosova. Kjo që e thot Valoni, protesta e hapun, edhe e guximshme, po që është vlerështume në demokraci. Dhe këtu s'ka se kemi asnjë dilemë. Por problemi është që te fjalori, edhe te protesta në parti nuk protestohen, në parti diskutohet. Në organizat politike. Protestohet në regjime punime autoritare, kundër shtetit, po mendoj qeverisë, kundër një fenomeni që pedomton një segment shoqërisë, po në parti debatohet. Nuk protestohet. Në parti në Kosovë debatohet? A dy kur protestohet në parti? Në parti protestohet në momentin që ti je i gatshëm me
bashkëmendimtarët tu,